Për të shkuar tani tek lajmi i radhës, nga Tokyo do të ndalemi tek njeriu më i pasur në botë, paktën sipas publikimeve të pasurive të tij, i cili është jo më pak se sa Elon Musk, siç e njohim dhe e dim të gjithë, i cili ka ngritur një paditë të bujshme kundër OpenAI dhe Microsoft, duke kërkuar një dëmshpërblim që varion nga 79 deri në 134 miliard dollar, me pretendimin se kompania e inteligjencës artificiale ka devijuar nga misioni i saj fillestar, jo fitimprurës. Lajmi është raportuar fillimisht nga Bloomberg dhe ka ngjallur debat të gjerë në botën e teknologjisë dhe të financave. Shuma e kërkuar bazohet në analizën e ekspertit financiar Paul Vazën, i specializuar në vlerësimin e kompanive dhe llogaritjen e dëmeve në çështje komplekse ligjore. Sipas tij, Musk duhet të përfitojë një pjesë të konsiderueshme të vlerës aktuale të OpenAI, e cila vlerësohet rreth 500 miliard dollar, duke u nisur nga donacioni fillestar prej 38 milion dollarësh që Musk dha kur bashkëthemeloi kompaninë në vitin 2015. Nëse kjo llogaritje pranohet nga gjykata, do të përfaqësonte një kthim investimi rreth 3500 herë më të madh. Është theksuar po ashtu se vlerësimi nuk përfshin vetëm kontributin financiar të Muskut, por edhe rolin e tij në ndërtimin e ekipit të parë dhe drejtimin strategjik të OpenAI. Sipas analizës, përfitimet e konsideruara të padrejta të OpenAI variojnë nga 65.5 deri në 109.4 miliard dollar, ndërsa për Microsoft, i cili zotëron rreth 27% të kompanisë, nga 13.3 deri në 25.1 miliard dollar. Ekipi ligjor i Musk argumenton se ai duhet trajtohet si një investitor i hershëm, me të drejtë për kthime shumë më të mëdha se sa shuma fillestare. Megjithatë, OpenAI patjetër që ka reaguar dhe ka cilësuar padin si pjesë të një modeli të vazhdueshëm presioni ligjor dhe jo si një pretendim financiar me baza të forta. Procesi gjyqësor pritet që të zhvillohet në muajin prill të këtij viti në Oakland, në Kaliforni, dhe pritet patjetër që të ketë një ndikim të rëndësishëm në të ardhmen e industrisë së inteligjencës artificiale dhe të mënyrës se si ndoshta edhe ne njerëzit e thjesht e përdorim atë, sepse mbase OpenAI, për shkak të padisë së ngritur nga Musk edhe shumës që do t'i detyrohet ndoshta atij, nëse do të ketë baza ligjore, do të duhet të shtrëngoj pak rregullat e përdorimit të chatboteve të saj, qoftë edhe ato që janë falas. Mirë, kjo sa i përket parave që po kërkohen nga Musk së fundmi, para që presim nëse do t'i marrë apo jo deri në muajin prill për një vendim final që do të merret nga gjykata.